Protestat e qytetarëve shqiptar kundër projekteve të zhvillimit në zonën e Zvërnecit dhe Sazanit vijojnë të tërheqin vëmendjen e institucioneve europiane. Këtë të mërkurë në Parlamentin Evropian u zhvillua një tjetër panel diskutimi kushtuar të ashtu quajturit Revolucioni Flamingove, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të shoqërisë civile, aktivistëve mjedisor dhe përfaqësuesve politik nga Shqipëria. Përfaqësuesja e lëvizjes Flamingo, Mirza Balaj, paraqiti shqetësimet kryesore të qytetarëve lidhur me projektet në zonat e mbrojtura, duke kërkuar një reagim më të fortë nga Bashkimi Evropian për çështjen e Zvërnecit. Të gjithë po përpiqen të bëjnë më të mirën në mënyrën e tyre. Këto struktura po shfaqen në objektivat tona si protestues, intelektual nga fusha të ndryshme po bashkohen, duke u përgatitur të tregojnë se si duhet të duket transparenca në qeverisje për çdo veprim të ri që diskutohet. Po shohim koalicione që lindin natyrshëm përtej vijave ideologjike të ndërtuara vetëm mbi parimin e asaj që është e drejtë dhe si duhet qeverisur vendi apo si duhen shpenzuar parat publike. Kjo ka nisur tashmë dhe mendoj protesta po ushqehet pikërisht nga kjo frymë bashkëpunimi. Ndërkohë, aktivistja e organizatës PPN-a Denisa Kasa foli për përpjekjet e vazhdueshme të organizatave mjedisore për të mbrojtur ekosistemet e rrezikuara, duke theksuar se rekomandimet e tyre janë injoruar prej vitesh nga institucionet përgjegjëse. Kemi vite që ndjekim situatën në Zvërnec, por edhe gjithë zonën përreth. Kundërshtitë tona ka nisur prej vitesh. Kujtojmë se kemi kundërshtuar edhe aeroportin e Vlorës, përpara se të kundërshtonim rastin e projektit në Zvërnec. Jemi të gatshëm të ndajmë me antarët tanë që janë të interesuar njohuritë që kemi nga terreni. Kemi nevojë për mbështetjen e Parlamentit Evropian. Në panel u përfshi përmes një lidhjeje të drejtë për drejtë edhe aktivisti Ervin Goci, i cili raportoi nga protesta e përditshme e qytetarëve. Evropa është disi këtu mes nesh në këtë shesh. Madje është dëmtuar imazhi i Evropës sepse është paraqitur kryesisht si një projekt burokratik administrativ. Problem, por për ne është një perspektivë dhe është një horizont politik, të cilin qeveria nuk e dëshiron. Eurodeputetët pjesëmarrës ritheksuan rëndësinë e mbrojtjes së tokës, biodiversitetit dhe pasurive natyrore, duke i konsideruar ato edhe si element të identitetit kombëtar. Disa prej jush përmendën reagimin e Komisionit Eres Marta Kos. Mendoj se shumë prej nesh e kuptojmë pse, sepse zgjerimi tani për Komisionin Evropian është kryesisht një mjet gjeopolitik që nuk shikon njerëzit, nuk shikon se çfarë u nevojitet njerëz atje, dhe kjo është diçka që ne si evropian duhet ta krahasojmë. Tani realiteti është shumë më i keq nga sa e kishim parashikuar. Çdo burim duhet trajtuar siç duhet, që t'i ruajmë. Kjo nuk po ndodh në Shqipëri. Nga ana e tyre, aktivistët shqiptar kërkuan më shumë seriozitet dhe besueshmëri nga Bashkimi Evropian. Ata theksuan se Shqipëria vijon të shfaq mangësi të dukshme në fushën e mjedisit dhe sidomos në kapitullin 27 të negociatave, ndërsa deri më tani, sipas tyre, Bashkimi Evropian dhe institucionet evropiane nuk kanë marrë masa konkreta.